Mirë se erdhe Luan në Letra të Rrafejnë, do bëjmë leximin e radhës. Unë jam Diana. E si shihni, kam hapur letrat në mënyrë 9 letra që i kam ndarë në dashuri, partneritet, punë dhe para, stabilitet dhe tip për rezultati sa do arrini që do t'i përfshi që të dyat. Të dashur, e para, shikoj Luani do shumë, absolutisht, për të mbanë si ku një peshë emocionale. Ke ndjenja, ke tërheqje, ke dëshirë për romancë, por si këtu nuk është diçka e barabartë. Je duke dhënë absolutisht dhe pret më shumë. Dhe normal që zgënjesh kur pala tjetër nuk reagon njësoj. Kjo lidhje funksionon apo mund të funksionoj vetëm nëse ka reciprocitet. Dashuri pa veprime konkrete me fjala, po me pa vepra nuk mjafton për ty dhe nuk mjafton për asnjë. Apo nuk mjafton më. Sigur kërkoni më shumë. Dhe këtu pak ngeceni te kjo që nuk do të thot patjetër nga ju mund të jetë personi tjetër jep shumë dhe ju e dini situatën e juaj, nga që energjia është vajzëversa ndryshon apo përzihet nga ju tek personi dhe mund të jeni ju ata që nuk po jepni dhe është drejt e Zotit të lironi personin që të mund të gjej gjithsekush e meriton dikë që e do, jep, investon dhe është aty për personin. Punë dhe para. Këtu ka konflikte dhe presion, do të thoja kështu. Ose e futur në një betejë që s'të takon, ose po lodhesh duke ndjekur rregullat që nuk të përfaqësojnë, që nuk të pëlqejnë, nuk i do, është diçka që nuk po je duke shtyr veten shumë, po duron më tepër se ç'duhet, ka nevojë për një pauzë, ta quaj reflektim ose një rishikim ku jam. Riorganizo, Luani, mos lufto në çdo front, si vlen, zgjidh vetëm atë që ka vlerë reale dhe që ka interes për ty. Është më rëndësi se jeni futur në një betejë që ndoshta s'ju takon, ndoshta për të ndihmuar dikë, apo për të bërë një punë dikujt, apo po punon më shumë se ç'duhet, po jep më shumë se ç'duhet. Prandaj riorganizo punën tënde. Është koha të përballesh me të vërtetën apo të flasësh të vërtetën. Apo afrosh asaj që do, drejt asaj që do, apo rezultati i gjithë kësaj. Po, absolutisht ke fuqinë të arrish, por duhet pak një ekuilibër. Kam djallin nga tu që tregon varësi, teprime në çdo gjë, siç tham për punë, je duke bërë diçka më tepër se ç'duhet. Gjërat e tepruara ose lidhjet që të tërheqin poshtë. Magjistari thotë i ke kontrollin absolutisht dhe tempret që ndryshmëria mbyll gjithçka vjen kur mban masën. Të duash me karar, si themi ne, të japësh të punosh me karar, çdo gjë, prandaj edhe balanca, ky karar, kjo peshorja është e domosdoshme në jetën tonë. Asgjë më pak, por asgjë dhe më shumë. Praktikisht po afrohet ajo që do, absolutisht, por vetëm nëse nuk e tepron, siç thashë. Dhe nuk lejon emocionet të marrin drejtimin për çfarëdo që të jetë. Pra, në dashuri, të dashur, mos jep më shumë se merr. Në punë mos u lodh për betejë të kota apo për betejë të tjerëve. Në jetë kontrollo, në jetë, ta them kështu, kontrolli plus ekuilibri, baraz fitore. Dhe është fakt. Nëse do dini ta udhëheqni dhe të jeni në drejt në balancën drejt peshore, që t'i mbani që të dyjat dhe sa merr dhe sa jep, të investosh aty ku duhet, kur shikon që nuk po merr asgjë, tërhiqet njeriu, ndryshon këndvështrim, ndryshon rrugë, ta them në atë kuptim,
për të arritur. Është të qëndroni në një rrugë kur s'ju jep asgjë është më shumë se kot. Të dashur Luan.